ndodhur në orën 21:30 të ditës djeshme, datë 7/5/2026. Ngjarja ka ndodhur për kryqëzimin e fshatit 6 në ambientet e lokalit në porosi të shtetasit RI, ku mbeti i vrarë Maramciari, shtetasi RI, 66 vjeç, si dhe plagos shtetasi KV. Si rezultat i veprimeve timore, u bë mundur identifikimi i autorit të dyshuar të vrasjes, si dhe zbardhja e dinamikës së ngjarjes. Gjithashtu, vetëm pak momente më parë, është bërë mundur shoqërimi shtetas plagosur KV, i cili aktualisht po merr ndihmën mjekësore dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Në vijim, ky shtetas do të nënshtrohet procedurave penale. Nga hetimet rezultoi se mbrëmjen e djeshme, shtetasit LT, IC, EM, KV, MA dhe ESH kanë shkuar në lokalin e viktimës dhe janë drejtuar te tavolina ku ndodheshin shtetasit TM, i shoqëruar nga viktima dhe persona të tjerë të pranishëm, duke filluar menjëherë konfliktin me sende të forta. Gjatë konfliktit të dhunshëm, rezulton se viktima RI ka marrë një armë zjarri automatik dhe ka qelluar në drejtim të shtetase të përfshirë në konflikt. Në vijim të ngjarjes, dyshohet se shtetasi LT ka qelluar me armë zjarri pistolet në drejtim të shtetasit RI, i cili përpasoj ka humbur jetën në vendngjarje. Gjithashtu, gjatë shkëmbimit të zjarrit ka mbetur i plagosur në këmbë dhe shtetasi KV. Pas ngjarjes, të gjithë shtetasit përfshirë në konflikt janë larguar nga vendi i ngjarjes. Ndërkohë, dyshohet se vllai i viktimës, shtetasi HI, ka larguar nga vendngjarja dhe fshehur armën e zjarrit automatik së bashku me një kërr me istë fishek, të cilët më pas u gjetën nga strukturat e policisë dhe u sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Gjithashtu, u sekuestruan prova të tjera materiale, konkretisht një automjet tip Audi Q8 dhe fishek dhe gëzhoja të kalibrave të ndryshme dhe sende të tjera që do të shërbejnë vijimit të hetimeve. Gjatë kontrollet të mëtejshme në fshatin Ivic, u gjeti braktisur motomjeti me të cilin dyshohet se është larguar nga vendngjarja autori dyshuar, shtetasi LT. Po ashtu në lagjeni Saran, u gjet dhe u bllokua një automjet tip Audi, i cili dyshohet se është përdorur nga autorët dhe personat e përfshirë në këtë ngjarje. Në përfundim të veprimeve të para timore, u shpalla kërkim shtetasi LT, 37 vjeç, për vepra penale, vrasje me dashje dhe armbajtje pa leje. IC, 40 vjeç, EM, 19 vjeç, KV, 31 vjeç, MA, 22 vjeç, ESH, 21 vjeç, për vepra penale, kanose dhe shkatrim i pronës. Si do procedura penalisht, shtetasi HI, 60 vjeç, vllai i viktimës. Vijojnë hetimet intensive për zbardhjen e plotë të dinamikës së kësaj ngjarje, si dhe kërkimet intensive për lokalizimin dhe kapjen e personave të shpallur kërkim. Në këtë kuadër, ftojmë qytetarët të bashkëpunojnë policinë për të çdo informacion të mundshëm që do të na çojë në kapjen e personave të shpallur kërkim, si dhe për parandalimin e çdo veprimi të palishëm. Policia e qarkullor mbetet maksimalisht e angazhuar në luftën kundër kriminalitetit dhe garantimin e rendit të sigurisë në qark për qytetarët, turistët dhe vizitorët. Ju falenderoj. Motivet e ngjarjes? Motivet e ngjarjes janë duke u tuar aktualisht, dyshohet se konflikti ka qenë me shtetasin TM dhe pronari lokalit nuk është përfshirë direkt në këtë konflikt, por më pas nga degradimi i konfliktit dhe përdorimi i armës zjarrit ka mbetur i vrarë pronari lokalit. Gjithsesi, hetimet do përcaktojnë motivet e sakta dhe të vërteta të kësaj ngjarje. Dyshohet se autorët mund të kenë gatuar kufirin? Jemi duke analizuar çdo informacion, jemi duke ndjekur disa pista të hetimit, aktualisht personat e shpallur dhe kërkim, dhe në momentin që do ketë diçka konkret në këtë drejtim, do bashkëpunohet dhe me autoritetet homologe të shteteve të fqinje. Drejtor, cilat janë pistat që po heton policia? Ka disa pista, cilat janë pistat po heton? Konflikti midis disa personave, konflikte të cilat për momentin nuk mund të japim një sqarim të plot, por që në vijim pas hetimet të plota për ngjarje do t'ju informojmë për më shumë në lidhje me motivet. Ju falenderoj.